Mendoj që zoti Ariollaçiku do të jetë kryetari më i mirë që ka pas në histori Prishtina. Ne kemi pas plot kryetar komunash që kanë refuzuar çerdhe, kanë refuzuar shkolla. Unë mendoj që kandidati jon për Prishtinën është një nga kandidatët më të mirë, zoti Çeku. Ai ka qenë ministër i shkëlqyeshëm i qeverisë Kurthi. Unë pajtona që kandidati ka fituar bajë mirë. Unë mendoj që po asambleja jo. Unë mendoj që zoti Ariollaçiku do të jetë kryetari më i mirë që ka pas në histori Prishtina e Masmit. Po normal se është joti. Jo pse është imi, unë nuk jam subjektiv këtu. Unë këtë besim e kam në punën që kam pa që e ka bërë si ministër. Edhe korektsin, edhe qasjen, edhe pragmatizmin që ka. Po, gjithmonë kryetari aktual, që është aktualisht, ai e ka një farë rrethi, në raundën e parë ka një farë prioriteti, po pastaj besoj që... Që kjo zvleti për Naimin e shtimës, ti kur e fitove, të kishin thonë që është gjithmonë ai që është, e ka përparësi. Ti e fitove Naimin, pse s'mujti Ariollaçiku me fitu përparimin? Po nuk janë komplementare njëna me tjetrën. Nuk janë. Naimi ka pas me kohë. A bën tash me ty, po du me t'u afru pak, po mu m'intereson, sidomos si qytetari i Prishtinës, m'intereson pak mendimi i atë Prishtimës me na komentu neve, se mi mësu na Prishtina Liq që qendra mi komentu juve komunat. Reani është, ju që po delni të partë, edhe që pe mobilizoni elektoratin, me komentu Prishtinën përsa ato të pyta. Tash po m'intereson ti me komentu dikun ma afër teje, pse nuk po mundet mu reflektu fryma e shtimës, fryma e vetëvendosjes në shtime, s'po mundet mu reflektu në Ferizaj. Pse jeni kaq mrapa në Ferizaj? Për mu kthy te Prishtina, unë mendoj që unë si kryetari i shtimës po them, sa herë ka marrë në takime në Prishtinë, është dashur të më ndo 4 orë të kohës time të vyer për me ardhë me organizu një takim prej trafikut, prej rrëmujës. Po thunë kod vetëvendosjes së kohën qështu? Jo, nuk mendoj. Po Shpend Ahmetit? Nuk mendoj që ka qenë kaq ekstreme. Shto faktin këtu që edhe cilësit e Ariollaçikut si kandidat, si një ish ministër i jashtëzakonshëm, po shto faktin këtu edhe tjetrës që kur një kryetar i këtë rast i Prishtinës ka dhe relacione korrekte edhe bashkëpunim korrekt edhe me qeverinë, domthonjë këtë këto parametra bëjnë që unë besoj që zoti Çeku do të jetë në krye të Prishtinës, e besa unë jam i bindur që ai do të jetë. Po thu që ja miratoni kredin për rrugën që përparim Rama, po thotë që qeveria është fajtore për si trafik, s'po ja miraton kredin për mu ndërtu rruga. Unë nuk miratoj kredi, po unë besoj që ne kemi pas plot kryetar komunash që kanë refuzuar çerdhe, kanë refuzuar shkolla. Vetëm pse është projekt që financohet nga ministria. Hajde plot so, plot... Edhe nga qeveria. Ndërsa, zoti Çeku s'ma merr mendja që do ta ketë këtë dhe qytetari i Prishtinës më në fund e ka kuptuar këtë çasti. Qemal, kemi në debat për me i vërtetu faktet. Po thu plot kandidat për kryetar, plot kryetar e kanë refuzu qerdhen me ndërtu qeveria. Cilët janë plot? Po, i ka përmenë edhe kryeministri, ju e dini që qeveria ka pas një projekt për dykun 120 qerdhe. Edhe ka pas rast, unë tash nuk du mu marrë me emrat veçantë, që për 4 vite asnjë kërkesë nuk i ka shku Ministrisë Arsimit për qerdhe. Ndërsa ne nuk i kemi pas të ngarkesa dhe unë kam apliku për 5 qerdhe dhe të 5 po i realizoj.